mbani mund ju para disa javësh, kur ne bëm këtë lajmin famoz, që burrat që bëjnë punë shtëpie, qa kanë bërë njerëzit thotë mos e pranoni se shkarem, thonë. Tani, sikur këta shkencëtarët e huaj kanë dëgjuar çka kemi thënë ne këtu, kanë nxjerrë një tjetër studim që gratë që bëkër kanë tërë ditën punë shtëpie, në darkë, duan të kthejnë kurrizin dhe t'ia fuzin gjumit. Pra, funksionon në efekt të kundër për gratë. Si ta kuptojmë këtë? Shumë e thjeshtë kjo, lodhen mi? Lodhen. S'kan fuqi? Është praktikisht, nëse ti Ornel ke qenë gjithë ditën duke bërë punë. Kjo nuk lidhet vetëm me punë të shtëpisë, se ti je një businesswoman, ke punë të tjera. Ke nerva ti që në darkë të bësh edhe puçi dhe detyrat e shtëpisë? Po, mund ta marrësh si antistres për shembull. Si antistres. Dgjoj, më shpjegoj një gjë gjithë grupi këtu. Radhën e kaluar ne tham kështu, që burrat që bëjnë punë shtëpie shtojnë dashurinë te gruaja. Tani kur gratë bëjnë punë shtëpie, s'pas ka dashurinë te burri. Tani ç'është kjo? Duan të bëjnë gicmic me burrin në darkë në krevat. Se kuptova këtë. E besoni apo jo këtë lajmin e dytë? Po të na nxjerri Keli njërë, se po se nxori Keli unë se besoj. Ta nxjerri Keli njërë. Do me thënë që Keli po jep shenja kështu... Nuk po e aprovon kështu që unë e dyshoj pak që mund mos jetë kaq i vërtet. E kuptoj. Mirë, tani do të kalojmë tek një lajm tjetër që është paksa delikat. Ja tani Keli vonoi, por... Nuk harroj asnjëherë. Studimi për gratë, sa më shumë punë shtëpia, aq më pak dëshirë për intimitet me partnerin. Po, tani do fillojnë të shajnë gratë, më duket. Jo, tani thjesht gratë do bëjmë pak punë shtëpie, që t'jetë cilëzojnë dhe të ketë fuqi për gjëra tjera në darkë. Qa. O, do na thonë shkatruat familje. Unë Adelën do gjemi zgjidhje tjetër, do marremi filipineze, kështu që... Një pyetje kam, pse janë shtuar kaq shumë filipinezët? Se mendoj që nuk lidhet vetëm me çmimin e ulët, se një familje që ka shumë lek nuk besoj që intereson se sa shumë të paguaj datën e fëmijëve. Unë mendoj që ka një tjetër arsye, por do ta them pasi të dëgjoj ç'a do thuash ti. Unë them janë shtuar filipinezët sepse ju shërrit shumë tangërlliku këtyre zonjave shqiptare që pastrojnë. Ato të paktën janë të përkushtuara në punët që marrin përsipër, ndoshta mund të marrin pak më shtrenjtë, por e bëjnë punën me një përkushtim tjetër. Këtu tek ne e ka thënë Teuta Doçi që tangërlliku i pastruesve nuk justifikohet as me lek as me asgjë. Kështu që më mirë pagu një filipineze. Dhe fëmija mëson edhe çang.